vajzave bukura dashurisë. Në dy net plot emocion në skenën e Teatrit Migjeni u zhvillua festivali 10 i muzikës shkodrane Lulebor, një mbrëmje e mbushur me art, nostalgji dhe muzikë qytetare shkodrane, që për 10 vite ka mbetur ndër evenimentet më të dashura për publikun. Kënga Ta Dish, e interpretuar nga këngëtari Glerdit Turmetaj, me tekst dhe orkestrim nga Leon Lekaj, u shpall fituese nga juria profesioniste e këtij festivali. Një emocion i papërshkues. Një ëndër që realizohet më në fund, por të drejtën ja vlejti me këtë këngë që pata rastin, që më erdhi një mrekulli. Thash do marr pjesë, falenderoj të tanë, të drejtën. Jam emocionuar edhe plus që është edicioni 10, edhe s'kishte më bukur si më thanë. Për mua është surprizë e madhe dhe jam shumë i lumtur. Në skenën e Teatrit Migjeni u prezantuan 15 këngë të reja që sollën një mozaik ndjenjash dhe rikthyen në kujtesë tingujt e pastër të muzikës shkodrane. Kjo është Lulebora. Lulebora nga vit në vit po rriten edhe ne artistikisht dhe është gjaja më e mrekullueshme që në Shkodër dhe duhet më marrë shumë fort ky festival që me përçu traditën, me vazhdu tradita e Shkodrës që nuk shtarë. Është kënaqësi edhe privilegj, edhe ne jam shumë krenare që unë kam marrë këtë çmim dhe shpresoj është një augur i mirë edhe për vazhdimin e gjanave që do të kemi në ardhje. Për drejtuesin artistik të këtij festivali, mjeshtrin e madh Zef Çoba, ky edicion ishte një sukses për të gjithë artistët që morën pjesë dhe për të gjithë stafin që punoi për këtë spektakël. Mendoj se edhe këngët në mënyrë të veçantë, këngët që dolën sante, edhe kënga fituese sjell një pikë referencet. Jo, absolute, sepse krijimtaria gjithmonë sjell surprizat e veta, mund të ketë edhe realizime në format e tjera, por është një pikë referencë që meriton të marret në konsiderat, që kënga të tingëllojë në natyrën e këngëve të bukura shkodrane. Mes duar trokitjeve dhe emocioneve, Lulebor mbylli një tjetër kapitull suksesi, duke dëshmuar se Shkodra mbetet zemra e muzikës qytetare.